këtë presim. Edin, Pashajn, këtë presim. Ne jemi ata. Ne nuk mundemi t'i lem akuzuesit mediokër të flasim në emër të akuzuesit të akuzës. I lë dhe kryeministri atë? Po, kryeministri pastaj është artist, është interesant, por tashi ne du lem hapësirë njëri tjetrit. Si mund të mbaj për një kohë të gjatë një hapësirë që mund t'i përkasë një tjetër. Sa herë del Klodi para... Kjo është mungesë e madhe kujdesi ndaj tjetrit. Unë e quaj hapësira e tjetrit. Nëse neve nuk respektojmë hapësirën e tjetrit, çfarë do të gjë qoftë ajo? Qoftë edhe një njeri që s'ka brek të veshit. Nëse ne largohemi nga epiqendra, që bëjmë sikur jemi të bukur për Europën, e cila bën një presion në formë metamorfozë, edhe çfarë do të bëjmë? Pra vishën e bukur po pastaj do përfundojmë si Malizi, ku sot është me 600.000 banorë, dhe s'ka art, ka vetëm kamerier. Pra, do bëjmë një shoqëri e cila ka vlera sociale dhe kulturore, apo do bëjmë qofte, edhe do veshim dy bek, edhe do bëjmë sikur jemi të lumtur, edhe të futur në Europën e kujt. Atë po bëjmë realisht. Ky është konflikti. Pra, akuza, kjo është ideja që po rikthej. Pra, njerëzit e vërtet që e bëjnë këtë ndryshimin janë atje. Edhe ata nuk vinë në përsheshje se s'kan fuqi, barkun e kanë bosh. Me bark bosh nuk e ngren dot as grushti. Është një tjetër revolt që po ngrihet. Kjo revolt do të bëjë vetëm mirë shoqërisë. Me gjithë respektin për politikën, por time to change. Dhe akuza duket si emër partie, akuza. Erion? Jo, nuk do hapen partia. Jo, po jo parti për parti. Pra, si kjo është koncepti, pra, shikon, pra ka gjithmonë për të përmirësuar. Por imagjinova një studio me minator, nuk e di pse. Klod, ne të shumë e bukur. Falenderojmë sepse që shumë shpejt kjo studio do të realizoj, promis. Po. Nëse do në dim. Është revolta e një artisti, kjo është një performance live, një artisti, një vulkan shpirtëror që del nga zëmra, shumë interesante, ne nuk e kishim menduar që edhe akuza vetë mund të vijej në pikpyetje. Dhe ne marim si një ndjenjë shumë të madhe, Ornela e tha, do me thonë, e marim si ndjenjë reflektimi, kështu që unë të falenderoj shumë. Po. Tani... Unë e falenderoj Klodin që vazhdon të rrinë Shqipëri njërë, bitë gjitha. E falenderoj shumë. Është ky projekt. është qëndrestar. E falenderoj shumë që vazhdon. Mirë, unë e Klodi do të ndjek